Shkela me postimin e radhës ku keni postu kështu. Thuja atij që të shan, që të përgojon ose shpiv ndaj teje. Subhanallah, qoftë i lartësuar ai, që të vuri në shërbim për të bartur gjunahet tona, ashtu siç vuri kafshët në shërbim për të bartur furnizimet tona, përkthim. Domethënë e pas që përkthim një postim. Po, një postim i përkthim, që se i ka mënyrat e postimeve janë të ndryshme. Në këtë rast njeriu duhet të kese kujdes kur mirët me mëkatet e tjerëve. Ndash me përgojim, ndash me shpifje, ndash me zbulim të mëkateve, se ka njerë zbulimi mëkateve është përgojim. Sahabet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur i veti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atadruna man al-ghiba, a dini çka është ta përgojimi? Sahabet thanë, ja Rasulullah, dhikruka akhaka bima yakra. Tha, me ja përmend vllau tan atë çka ai nuk e dëshiron. Kjo gibet apo përgojim? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo. Tha përgojim është me ja përmend vllau tan atë të cilën ai nuk e do, ku nuk është prezent. Po me bo me shtu, ajo është hala më shumë mëkat. Don diçka që e ka është përgojim. Po me bo me ja përmend ti diçkajnë, çka ai edhe nuk e ka, ti i jashton. Sidomos në shoqërinë tonë kur mos me pas bishtin të nxjesin me poshtë ta largojnë, domthon atëherë ti je duke bën një mëkat që është edhe më i madh se përgojimi i cili është shpifja. Në këtë rast Hasan al-Basri rahimullah ka thonë këtë thënie kur dikush ta përgojon ose ta ofendon, që janë i dhurat thuj, hedije. Që mi tregu që ti atë çka e duke e bojë tu mi dhon sevapet e tua dhe i ti mor mëkatet e mia. Bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith tjetër thot e të drune me një muflis, e dini kush është i falementuari. Sahabet thanë një Rasulullah i falementuar është ai njeri i cili nuk ka dinar dhe dirhem, monedha të saj kohe. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo. Po i falementuar është ditën e gjykimit një njeri i cili ka marrë me sevape të shumta. Mi po e ka përgoju filanin, ka shpif për filanin, ka marrë hak, i ka mëshu ose diçka tjetër, e ka lëndu. Tha i mirën nga sevapet e tina. I mirën, derisa nuk i met asgjë. Atëherë kur nuk i met asgjë, hudhën gjunohet e ti tek ata, shka kam përgoju, shka kanë shpif, kam bëk shumë e radh, edhe në këto momente, njeri u bon, domethënë subhanallah, i falimentum, le, po, hedhen minus. E kjo rasti që subhanallah, sa keq hoç për shembull, çoshën sabah, minus 20 jashtë, merr avdes, shkon xhami, ftoft, e prish rahatin e jorgonit, ket, fal sabahin, kthehesh në shtëpi ban dhikër, sevape sa dush, me miliona. Edhe këto sevape me ia dhon dikujt i cili ka në shtrit, a kupton? Që shtëpi bekë. Po, realisht po. Pse e ki shoh, ose e ki përgoju, ose e ki dëmtu, ose i ki bën në izollum tjetër. Domthon, ki posim lidhet edhe me këto ajete, me këto hadithe, më fal, domthon, subhanallahu, i lartë madhëruar është Allahu, ai i cili e bëri, domthon, dikush tjetër me ti bart xhonat e tua, se ti automatikisht po ja jepshe xhonat. Nëse skimi mor sevape, ai është i falimentum minus, atëherë është haloman minus. I jep xhonohe, në këtë rast edhe e bën sikur se kafshët që i bojnë nevojat e njerëzve, druj dhe kështu me radh, atëherë ti e bën që ai me ti bojt mëkatet e tua. Ka njerë është për habit që thave ti sevapet e tua, dhikrin, namazin, kështu me radh që ai ki bëj veprat e mira, shkojnë duke të paksua. Andaj dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shembull, kush axharon, le të lojë fjalë tek xhia dhe punë tek xhia. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush shkon në hax dhe nuk i le, domthon, ose shkon atje dhe nuk ofendon, la yerfuth wala yafsuq, nuk përlahet, nuk thot fjalë të ndyta, kthehet sikurse nana me paslind. Mi qartë, rujtja e sevapit bon duke mos bon gjuna. Automatikisht kur ti fol për dikant tjetër, kjo ajo balansi shoqëror, ku secili njeriu mirët me punët e veta. Andaj dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë min husnil islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Për një islami të mirë të një njeriu, musliman lëkut të mirë të një njeriu është që mos të mirët me punët e tjerëve. Në këtë rast domthon me mëkatet e tjerëve, derisa nuk është shoq ajo dëm publik. Në momentin që është privat, ti s'ke nevojë me problemet e mia private më morën. Ti mundesh me marr privatisht me këshillu dhe me më çortu. Mi po me çit në publik, andaj mos i pasoni tmetat e tjerëve. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe me këtë përfundoj, që mos më zgjat shumë këtë postim.
Ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, men tatabba'a awrata akhi, kush mundohet mi pasue avretet, i bje këtu të metat e një besimtarit. Tatabba'a Allahu awrata, Allahu do t'i pasue të metat e ti. E kujt Allahu ja pason të metat e ti, Allahu do t'ja zbuloje ati që i pason, të metat e ti në mbrenësinë e familjes së tij dhe shoqërisë ku ai mundohet mu paraqit si njeri i mirë. A mi qartë sonë Allah? Mundohu mos më ofendu, mos me shpif, mos me zbulu mëkatet e të tjerëve. Bile unë e pa ta thonë jarë selefi, njoni prej muslimave kishtë thonën, wallahu në gjatë duke shku për me ndëgju ligjerat një hoxës e një vajz, gjatë rrugës jap sadaka thamu Allah, ma bën të mundër mos mi dit metat ati hoxës, ati vajzit, që të mdikoje fjale e ti, ne për kundrazi, ne jopna para, vetëm ta dina, çfarë dopsie ka ai ligjerusi hoxha më zbulu që ne mos kese efekt ajo fjalë edhe te unë, po edhe te xhamati i përgjithshëm. Allah na përmirësoftë ja Rabbul Alamin. Hoxha, domethënë ata që ofendojnë, ne ta kenë parasysh, sidomos videot islame që i postojnë në Facebook, shame të mëdha. A di çfarë shame të rënda? Mi përmend normal që si përmeni, po du me cekull, edhe po du me të pyet njëkohësisht. Domethënë këto të shame që i marrna ne, më stam une, po edhe hoxhallar tjerë. Dje e postova një video të sezonit parë i shkurtis, ku flishmi për busqeshin, sjelljen e mirë, për smurit që mi dhon fjalë të mirë, domethënë këshilla të mira. Njëri e kishte koment dyve. Apo kupton, edhe mua ti na ke shoh. E tash, kiç kanë shon koment, kiç kanë fyn. Pa i bë kur gjë, kupton? As si kina hin shtëpi, as nuk kena medium që i na pagun. Kjo këtë privat, YouTube, Facebook. Me vetë dëshirë. Me vetë dëshirë. Kiç kanë shon, domethënë. A na merr gjënohet ditën e gjykimit. Hadithe që ka i përmenda pak më herët sunullah, domon kanë herë subhanallah është shpagim i gjunojve tona, ne shka bëjmë babaki Zotin na falë, ja Rabbi se nuk ka njëri pa mëkate. Ata nuk janë të vetëdijshëm se janë duke na pastru neve nga mëkatet. Allahu akbar. Wallahi po. Domon unë hoxhallar, sidomos po foli për hoxhallar, për kolegët e mi edhe krejt. Unë konsideroj vetin ndoshta më i vogël i tyre, me gjithë modestin. Ne duhet personalitetin ton ta bëjmë sadaka. Vakaf. Tash sa njëri shënon, sa njëri ban. Suni nalmi, se shumë janë. Tam drejtën. Sa për informim, nuk jam frigacak. Po normal, nuk ja fali kështu dikuj. Mi po tash unë me sa njëri duhet m'ia kthy, nuk na del koha dhe mundësia dhe mu përla. Mirë po, këta unë po foli si rregull e përgjithshme, është që një njeri autoritativ, me personalitet, ndash edhe ti si moderator, ose si një aktivist aktivist islam, dush me bon nderin tanë, ose personalitetin tanë vakaf. Shumë këshillë mirë. Edhe, do më thonën, jo çdo fyrje duhet me morë personale. Sa tu nuk e ka ndoshta me bexhetin, po e ka me dinin e bexhetit, me fenë e bexhetit. Po, edhe në këtë rast, unë mundona për me zemërgjërsi të komunikoj kur kam mundësi, edhe pse nuk jam shumë i debateve. Domthon në komente nuk i kam kështu merak, po edhe me pas jam tip që mundona m'ia përfitu zemrën, mi tregu që o ti do dasha mirë. Unë dhe ti nuk do të them pse ti e keni islamofobi ndaj islamit, nuk do të them që ti dush me urrejt mua si person. So unë ndoshta jam më dhëtart se ti. Unë jam ndoshta më familjar se ti. Domon unë jam më i ndershëm se ti, funit. Edin? Edhe smumi, shembull, ti më tregu më i ndershëm mua, më i moralshëm. Ti më ofendon. A kupton? Shifë me ditën e gjykimit. Ul jahiluna qalu salama, ayat Kur'anur, surat Furqan. Kur atyre i ofendojnë ignorantët, thënë paç. Shimi atë ditë ku do t'i mormi njëri tjetrit haket, para madhni sallat ku aty nuk ka as advokat, as përkthyes, po secili do të miret me veprat e tij të cilat i ka bërë. Allah shpëlbetosh për këtë. Vallahi më qetësove pak se kur po lexon ndonjë po nervozohet koment. Dush vakaf me bove. Vakaf.